E kemi të konfirmuar se kryeministri Edi Rama do të merr pjesë, që vetëm nga Kosova deri më sot i kemi mbi 60 autobusa që janë të konfirmuar. Qeveria në detyrë, se s'është qeveria ende, po është në detyrë, më detyrë asaj dënimi se aty. Ata deri më sot skandal në qytet. Atëherë të nderuar përfaqësues të media, faleminderit që ju keni përgjigj pozitivisht ftesës tonë, jo vetëm tash, por gjithmonë sa që kërkojmë nga ju të jeni prezant në konferencat tona për shtyp që i kemi. Si që dini, ftesa bëhet fjalë pra për organizimin e protestës që do të ndodhë në Tiranë. Këtu përfaqësues kemi dy përfaqësues të dy shoqata tjera që operojnë së bashku me organizatën e Tiranë të luftës, të asaj familje dëshmorëve dhe të invalidëve të luftës, po ashtu kryetari i negociatave i cili do të ndajë njoftimin për ju. Kryetar, fjala për ty. Faleminderit shumë nderuar media të Kosovës. Ju besoj se jeni edhe të informuar, ne kemi shpallur një protestë e cila do të mbahet me 17 tetor në ora 17 në sheshin Skanderbeu në Tiranë, ku ne kemi gjetur mbështetje shumë të madhe nga qytetarët e Shqipërisë, nga institucionet e shtetit shqiptar, po vetëm nga qeveria. Protesta ka karakter gjithmonë jo kundër gjykatës, jo kundër drejtësisë, po kundër padrejtësisë e cila po ndodh në Den Haag tash e 5 vite që jeni të informuar dhe keni përcjell, ju gjithmonë e keni përcjell mbarvajtjen e asaj gjykate se çka është ndodhur atje. Ne veshimi në përfundim të organizimit, protesta na ka meta 2 ditë, do të thotë që ki mund punojmë, të premten veç do të mbahet protesta, çdo sa nga shku në atë nivelin, ne se kemi menduar ka shkuar më mirë sa kemi menduar ne. Ne thashë më herët kemi gjetur mbështetje edhe nga qyteti i Tiranës vet, nga kryetari i bashkisë që është ushtrues detyre, nga grupet parlamentare të partive ndryshme në Shqipëri dhe nga vetë qeveria e shtetit shqiptar. Unë dhe djesha në një takim në kabinetin e tyne, ku ata dolën mbrëmje Edi Rama, besoj keni përcjellë ju në rrjetet sociale, që mbështeti protestën gjithë popullore apo gjithë kombëtare që do të mbahet në Tiranë. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tajlan Balla, i cili ai mbështeti partinë, kanë dalë shumë shoqata jo qeveritare, mbi 15 shoqata apo organizata ndryshme në Shqipëri kanë dalë mbështetje tonë, kanë dalë 5 rektor të universitetit të ndryshme në Shqipëri kanë dalë mbështetje tonë, ku ne nesër do të kemi edhe një takim apo edhe një konferencë për shtyp në ora 17 në Hotel Tirana, në Tiranë bashkë me ata njerëz të cilët na kanë mbështetur, na kanë përkrahur. Kosovë kanë dalë mbështetje partia politike, shumica partive, PDK, AK dhe kryetari i Prishtinës përpara Rama dhe shumë delegat të kuvendit tonë që kena na kanë dalë mbështetje. Një shumicë jo kret, do të jem kështu shumë i sinqert me juve, kanë dalë një pjesë e tyre na kanë mbështet, që unë i falenderoj gjithë ata që na kanë mbështet, po ata pse sa kanë mbështet, ndoshta deri nesër do ta mbështesin, po ne kemi mbështetje të madhe nga qytetarët, kjo është me rëndësi, sidomos nga qytetarët e Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, Malit, Zilë, Preshevë, Medveçë dhe Bujanovc. Sa për fjalime, mu t'ju tregoj se s'kemi diçka të mshet asgjë. Do të jenë ish presidenti i Shqipërisë Alfred Mojsiu, do ta merr fjalën, lideri shqiptar të Maqedonisë Ali Ahmeti do ta merr fjalën, dhe unë si organizator i protestës në Tiranë. Në Tiranë ne kemi ende emrin se kemi marrë, do të ketë një familje dëshmorit nga Shqipëria i cili ka rrë dëshmor në vendin tonë në Kosovë, do të ketë një familje tyne që do ta merr fjalën nga një familje tyne në familjari tyne që do ta merr fjalën në Tiranë. E kemi të konfirmuar se kryeministri Edi Rama do të merr pjesë në protestë. Jem të prit sot apo nesër, na lejmë për fjalim. Nuk besoj se do të na refuzon fjalimin të paktën. Ketë mbarë për agenda tinë shko, po në protestë do të merr pjesë Edi Rama, kështu që djerë na ka thonë prom që do të merr pjesë në protestën e 17 tetorit. Kështu që nuk kemi diçka që po do të mori, na kanë dhënë mbështetje edhe tifozët kuqezi në Shqipëri. Na kanë dhënë mbështetje, sot kanë dalë ata mbështetje tonë për krahjet e protestës, kështu që ne jemi do të thotë në vijë shumë të mirë, një drejtim shumë të mirë të organizimit të kësaj proteste. Mendoj se numri i qytetarëve është bukur i madh, që vetëm nga Kosova deri më sot i kemi mbi 60 autobusa që janë të konfirmuar nga shoqatat tona, nga 3 shoqatat e invalidëve, dëshmorëve dhe veteranëve, që ne jemi të organizuar, të falenderoj kryetarët komunave, shumicës që ne kanë mundsuar transportin, se mos jesh bosh atyne, se ne s'kim pas mjetet tona, po tuk i falenderoj kryetarët e komunave që na kanë siguruar transportin për veteran, fëmijë dëshmorëve edhe sidomos për invalid që do të udhtojnë me autobusa ditën e premte. Besoj në ora 19 do të fillojmë nisja atyne nga qytetet e ndryshme nga Kosova. Unë diçka s'kam, mos shumë t'ju njoftoj,
nëse keni në pyetje, ne jemi të hapur 3 këto, me 2 bashkëpunëtorë që jemi këtu, 2 shoqata, jemi të hapur për juve. Kështu që mas pari, mos ju zgjosh ju media, pa ndihmën e ju nuk kishim mujt asgjë me bë. Po i them sinqerisht faleminderit gjitha media shqiptare, sidomos media në Kosovë që na kanë ndihmuar shumë në 3 protestat, jo vetëm në këto 2 që shku në këto që bana ndihmoni, që jeni shumë të interesuar me ditë për punën tonë, për angazhimin tonë dhe veprat që jemi duke bërë në ne veç që kemi lajmëruar çdo institucion edhe në Shqipërinë në Kosovë që kërkojmë ndihmën e tyre me ardh dhe me na bashkangjit. Protesta ka karakter kombëtar. Ushtria që do Kosovës ka gjenezë mund në Tiranë, ato është formu vitet 90-ta. Dhe ne ato përkish po shkojmë kush formu ushtria që do Kosovës, që tregojmë gjykatës speciale se ushtria që do Kosovës në rrjedh nga populli dhe ne jemi të popullit. Pa mbështetjen e qytetarëve shqiptar, ne sot nuk kishim mujt punojmë, veprojmë apo të bëjmë luftën që njerë për gjithmonë t'i thojmë stop hardhive çetnike serbe dhe të largohen nga Kosova. Kështu që unë jam i hapur për juve çdo pyetje që ju bëni. Po. A tha 6 autobusa kanë mundi po? Jo, 60, mbi 60. Mbi 60 autobusa do disen nga vendet e ndryshme të Kosovës, pa e llogarit ato të Maqedonisë edhe të Moli Zillit dhe Preshevës. Vetëm shtetit Kosovës. Zotri Kuçatja do të ketë ndonjë organizim tjetër të protestave, të tilla që në mbështetje të krajit të Bujikës ose ndonjë vend tjetër. Unë besoj ju kena njoftuar gjithmonë me kohë. Besoj se prapë do t'ju njoftojmë me kohë, beli si mos juve gjithmonë media të Kosovës. Besoj si po do të ketë, po s'kem datë, s'kem afat diçka, po besoj si po ne nuk do të ndalemi. Kur do ta bëjmë nuk e di saktë, po ju them me të vërtetë nuk e di, po do t'ju njoftojmë me kohë, si besoj si do të ketë. Po vendin edhe apo shtetin ku do të mot, e di që në Kosovë zot mohat protestë për momentin, Kosovë jo, në vend ndryshme po. Se po është dhe shpak shkurt e bona, a keni që kërkes televizjave të vendosje qeveria Kosovës, presidenca ata do të marrin pjesë, do të shohin përfaqësues tyre, keni kontakt me vetëvendosjen duke di që ka qenë kundër gjitha këto. Ne kërkes asi partie politike si na dërgu. Ne kemi thirrje. Pa dallim partie politike, pa dallim ideologjie, gjithë shqiptarë që ndihmë të shqiptar bashkohen në sheshin Skënderbeu. Pa dallim feje, se ne jemi shqiptarë të 2 feve. Pa dallim fesë, katolike apo muslimane, ne do të bashkohemi gjithë të sheshin Skënderbeu. Ne kemi buftesë. Çu që kemi buftesë? Institucionet e Shqipërisë, atje kemi buftesë në Kosovë. Publikisht, para mediave të juve këtu. Dhe kështu që bëj ftesë gjithë prapo them. Gjitha partive shqiptare në Maqedoni, Kosovë, Shqipëri, Malzi, Preshet në bashkangjitëm protestë pa dallim ideologjie. Kështu që ju ftesë personale nuk i dërgojmë askujt ne, askujt. Kështu se qeveria jonë është mirë më ju dërgoj me këtë pyetje. Qeveria në detyrë, se s'është qeveria ende, po është në detyrë, më ju dërgoj asaj atë më mbështet. Ata deri më skandal me na mbështet, kështu që jo. Vjo Osmani në protestën e 7 gushtit me skandal me një konferencë e dini atëherë besoj keni më pyetje, që thotë kanë të drejtë shoqata të luftës protestojnë, aja ka qenë fjala asaj që e fandit pa fjalë që ka thonë, po jo deri më skandal. Respekt. Atë nëse s'keni pyetje tjera, të konsiderojmë të mbyllur këtë konferencë. Faleminderit edhe një herë për pjesëmarrje edhe për krejt atë angazhimin e juve që bëni me përcjell aktivitetet tona. Mirupafshim në 17, në ora 17 në sheshin Tiranë, në sheshin Skënderbeu. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit.